Selamu alaikum, thota, konsiderot kopras një person që ka qef me i rujt paret. Aleikum salam, rahmatullah. Edhe unë kam qef me i rujt paret. Por, dalimi kopracit prej ati që ka qef me i rujt paret, është se kopraci nuk i e paret aty ku duhet me i dhanë. Kjo dalimi. Se nëse na nuk i rujmë paret, atëherë neve i bjen që t'jemi hargjus të panevojshëm, dhe më dhanë të prus. Pra, Allah Zgjele ka përmend në Kur'an që as mos me lëshu shumë dorën, as mos me mbyll. Normal, ajeti është për sadakan parimisht, por edhe për familje, edhe për çdo send, edhe për trupin e vet njeriu. Duhet me ditë sa me lëshu dorën edhe sa me mbyll dorën. Pra gjithmonë me gjetë një menaxhim të sakt edhe me dhon parën aty ku duhet. Pra nuk është gjithmonë ndaluar që njeriu me rujt parën. E ruan parën për me mbledh me bën diçka më të dobishme, e ruan parën për një ditë të caktuar të vështirë ose të zezë që thonë, e ruan parën për me harxhu aty ku duhet. Ama me dhon sadak, me dhon zeqatin, me qyr familjen, do nuk duhet me rujt. Pra të kemi kujdes, jo çdo rujtje e parës hyn në kooperaci.